Përshëndetje, mirë se erdhët në konferencë për shtyp të Partizanit për unuar në prag të sfidës çajit finalit të Kupës së Shqipërisë, takimi i parë në Elbasan Arena. Në skuadra kuqe do të zbresë nesër në orën 16:30. Si gjithmonë pranë meje, trajneri Silvio Zhlati të japë përgjigje të pyetjeve tuaja. Profesor, si duket gjendja e ekipit në fakt të takimit për sa i përket dëmtimeve ose rikuperimeve? Përshëndetje, gjendja duket e mirë, djemt janë stërvitur në rregull, thuajse të gjithë grupet i gatshëm, mund të jetë bashkuar me stërvitje preka, që nuk është i gatshëm ndoshta për ndeshje, por është bashkuar me grupin, që të bëhet i gatshëm për ndeshjet e tjera. Pjesa tjetër vazhdo të jetë normalisht. Ka patur kërkesë sepse tani jemi në periudhë pak të nxehtë, kampionat dhe kupa, është pasqyruar kjo edhe në aspektin fizik kryetar? Të them të drejtën, djemt në 4 ndeshje të fundit kanë treguar parametra të mira sportive, në parametrat fizike që janë jashtëzakonisht shumë në rregull. Nuk janë ankuar për ndonjë problem fizik në këto ndeshje, kështu që ekipi është i gatshëm. Kemi rikuperuar sa kemi mundur, në 2 seancat stërvitore të fundit. Gjithë përkushtimi kjo ka qenë rikuperimi i energjive të humbura në Ballç, dhe të jemi të gatshëm për ditën e nesërme. Nesër luani kundër një kundërshtar si Elbasani që këtë sezon nuk e keni mundur asnjëherë. Megjithatë, a mendoni që do të jetë ky momenti i duhur për të bërë kthesë? Nesër sigurisht kemi një ndeshje të fortë ndaj një kundërshtar që ka bërë mirë këtë sezon. Realisht po bën një sezon shumë të mirë. Mund të themi që ndoshta nesër kemi mundur, por që nga drejtimi 17 javët e fundit as Elbasani nuk na ka mundur dot neve. Ne kemi 0-0 në Elbasan dhe 2-2 ndeshja. Është që mund të thotë më e mira sezonit këtu me ne, 2-2, kështu që shkojmë me armë të barabarta në thonjza, kështu që jemi barabartë, hymë në ndeshje vetëm për të fituar. Ku mendoni që janë shanset më të larta për të kapur Europën në kupë apo në Final Four? Ne kemi thënë do mundohemi në të dy aspektet të kapim Europën. Kupa, e kemi thënë, me pak menaxhim më të mirë, ka mundësi më afër për të arritur, sepse ka më pak ndeshje. Mos të harrojmë se në kupë gjithmonë ka mundësi edhe të dytë, pas ndeshjes së parë ke edhe ndeshjen e dytë, ndërsa në kampionat nëse ka bërë një ndeshje nuk ke kohë rikuperimi, ndërsa në kupë të jep mundësinë e rikuperimit. Thjesht duhet të menaxhojmë mirë situatën e ditës nesërme dhe besoj do jemi kualifikues. Edhe fundit, a ka ndikuar fitoria e fundit në atmosferën e ekipit dhe në grup? Të them të drejtën, atmosfera ka qenë e mirë, është jashtëzakonisht shumë e mirë, sidomos edhe në ndeshjen paraardhëse kemi qenë jashtëzakonisht shumë mirë. Kemi treguar që dimë të luajmë futboll, që jemi superior në fushë, ndeshjet e fundit kemi qenë vërtet superior ndaj gjithë kundërshtarëve, pavarësisht rezultatit që ndoshta si në Shkodër që jemi mundur, apo edhe me Elbasan 2-2 në minutën 90 që kemi pësuar një gol aksidental, por djemë kanë dhënë maksimumin dhe grupi dihet shumë mirë.